Një operacion i zhvilluar nga shërbimet e shqiponjave kanë çuar në arrestimin e një 28 vjeçari në lagjen numër 13 të Durrësit. Aksioni i koduar pasagjerit u finalizua pas ndalimit të një automjeti ku si pasagjer udhëtonte Endrin Varaku. Gjatë kontrollit policia gjeti dhe sekuestroi një armëzjarri pistolet me municion luftarak, të cilin eriu e mbante pa leje. Për këtë arsye ai u vu në pranga dhe akuzohet për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit, shtetësimi inicial AL është proceduar penalisht për moskallëzim krimi. Materialet janë referuar prokurisë së Durrësit për veprimet mëtejshme hetimore. Sipas të dhënave, Endrit Varaku është një emër i njohur për drejtësim, pasi në moshë të mitur ka qenë i përfshirë në një ngjarje të rëndë kriminale. Në vitin 2013 ai vrau një bashkëmoshatar në ambientet e shkollës profesionale Beqir Çela pas një konflikti mes tyre. Policia vijon hetimet për zbardhur rrethanat e plota të rastit edhe për të verifikuar nëse arma e sekuestruar është përdorur në ndonjë aktivitet tjetër kriminal.